Mirë se erdhët të dashurior në letra të rrëfenj. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Kam hapur 9 letra dhe në shikim të parë. Ujor, kjo javë ka një energji shumë të fuqishme krijuese. Letrat tregojnë se je në një periudhë ku mund të ndërtosh diçka të rëndësishme për veten tënde. Por vetëm nëse ndalon se në vlerësuar së pari aftësitë tua. Java nis me stabilitet, me zhvillime të shpejta dhe përfundon me një fillim të ri që mund të ndryshojë shumë gjëra në muajt në vazhdim. Do thotë nuk po flasim vetëm për javën që po vjen. Java hapet me mbretin e Rafaelit, të dashurja, ku është letra që tregon se do të jesh më i qetë emocionalisht dhe më i sigurt në marrëdhëniet me njerëzit. Dikush mund të kërkoj këshillën tënde ose mbështetjen tënde, nëse je në një lidhje, komunikimi bëhet pak më i ngrohtë, nëse je vetëm mund të njohësh një person që të jep ndjesinë e sigurisë dhe respektit. Kjo letër të kujton se nuk ka nevojë të ndryshosh veten për të pranuar nga të tjerët. Më pas del 4 të Arielit, që flet për financa dhe sigurinë materiale. Mund të mendosh shumë për kursimet ose për një investim. Është mirë të jesh i kujdesshëm, por kjo letër të paralajmëron të mos mbahesh aq fort pas asaj që ke, sa të mbasësh mundësi të mira nga frika e rrezikut. Ka raste kur duhet të investosh tek vetja. Dhe pikërisht duke menduar këtë, vjen letra 8 të Gabrielit. Ritmi i javës ndryshon me njëherë shpejt, është shenjë zjarrit. Mund të marrësh disa telefonata, mesazhe, përgjigje ose zhvillime që ndodhin njëra pas tjetrës apo njëri pas tjetrit. Nëse ke pritur lajme për punë, dokumente ose një projekt, ka shumë mundësi që ato të vinë gjatë kësaj jave. Gjërat që kanë qenë të bllokuara fillojnë të lëvizin, të dashur ujor. Në mes të kësaj lëvizje del Perandoresha, që është një letër shumë e fuqishme, letër shumë e bukur për rritjen dhe begatin. Një ide fillon të zhvillohet, një projekt merr jetë ose një marrëdhënie bëhet më e fortë. Për disa ujor kjo mund të jetë një javë shumë e mirë për familjen, shtëpinë ose për të nisur diçka që do të jap frutet në të ardhmen. Më pas vjen 3 të Rafaelit, që është çdo gjë jetë sociale, kuptimi të asaj sjell gëzim edhe njerëz pozitiv. Mund të ketë një festë, kërkoj ndjes, mund të ketë një festë, një takim, një lajm të bukur ose një arsye për të buzëqeshur. Nëse ke kaluar një periudhë ku je izoluar, pak kjo javë të rikhthen mes njerëzve që të bësh që të bëjnë mirë, që do të bëjnë mirë. Mos i refuzo ftesat që merr. Kërkon pakës më shumë të jeni mes njerëzve, të dashur ujor. 9 të Rafaelit dhe kjo energji përforcon atë çfarë po flasim, forcohet nga 9 të Rafaelit, një letër që flet për realizimin e një dëshire. Mund të ndodhë diçka që e ke pritur prej kohësh, ose të kuptosh se je shumë më afër një objektivi se sa e kishe menduar. Është një javë ku ndihesh shumë krenar për atë që ka arritur dhe fillon të besosh më shumë tek vetja jote. Megjithatë, 7 të Gabrielit të kujton se jo të gjithë do të bien dakord me zgjedhjet e tua dhe nuk ka rëndësi. Ne të jemi dakord me ato çfarë duam. Pak rëndësi ka, dhe e them me sinqeritetin më të madh, pak rëndësi ka nëse ne besojmë, dim, është intuita jonë që na shtyen të besojmë një gjë të tillë. Mund të ketë dikë që të kritikon ose përpiqet të bëj të dyshosh. Mos u tërhiq. Nëse e di se je në rrugën e dur, nëse ndjen atë, mbroje pozicionin tënd me qetësi dhe vetbesim, ujor. Pas kësaj vjen 8 të Rafaelit, që flet për përmirësim dhe për kushtim. Kjo nuk është javë për të bërë punët shpejt, për në kundrazi. Çdo detaj që i kushton kohë, tani do të shpërblej më vonë. Mund të mësosh diçka të re, të zhvillosh një aftësi, të përmirësosh punën që bën.
apo çfarë do që të jetë, sepse mund të jetë shkollë, kurse apo një nivel më të ngritur se që jetë tani. Dhe leximin e mbyllim të dashur me magjistarin. Ky magjistar, një nga letrat më të fuqishme të gjithë tarotit. Kjo tregon se ke në dorë të gjitha mjetet për të krijuar ato që dëshiron. Nuk je duke pritur më fatin, je në pozitën ku mund të ndërtosh vetë. Një fillim i ri në punë, në financa ose në jetën personale ka potencial shumë të madh nëse vepron me besim. Pra, besoj vetes. Është një javë ku gjërat marrin një ritëm, lajme të mira, mundësi të reja, njerëz pozitiv dhe një dëshirë që fillon të realizohet edhe që të bëjnë një nga javët më të premtuese të dashurijor. Sfida e vetme që është të mos të lësh frikën ose mendimin e të tjerëve të të ndalojnë. Beso tek puna që ke bërë dhe aftësitë tua. Kur beson tek vetja dhe vepron pa frikë, mundësi që duken si fat janë në të vërtet rezultati i guximit tënd. Kjo javë të fton ta provosh këtë.